jo një deputet në protestën e Adriatik Lapajt, jo le themi ndër më të njohurit apo më të rëndësishmit brenda Partisë Demokratike ishte Besar Xhaferi në mos jo s'ka gjoni parë, por një deputet dërguan në fund të fundit, një nga deputetët e rinj të Partisë Demokratike, ndoshta edhe Adriatik Lapaj mund të luajë të njëjtën le themi kartë prezencën, mund të çojë një përfaqësues, mund të jetë edhe vetë, nuk është se ka ndonjë habi në këtë drejtim. Ne të gjithë e dimë që ka një lloj përpjekje për të unifikuar frontin opozitar, një nismë ndërmarrë nga Ermal Hasimja. Kështu që protesta sotme mund të shërbejë edhe si një tregues nëse kjo nismë po ecë në drejtimin e dur, nëse shikojmë le të themi personazhe të ndryshme, eksponentë të ndryshëm të forcave parlamentare apo me liste Lëvizja Bashkë dhe mundësia kanë bërë të qartë që nuk i bashkoheshin nismës Ermal Hasimit. Janë vetë përjashtuar ato. Letja lëm surprizave të kësaj proteste, ndoshta do të shohim njerëz, ishte folur për një protestë datës 20 shkurt, ndoshta që mund të riktheheshin të gjithë në shesh në bulevard, jo si Partia Demokratike, sepse kjo është një protestë kombëtare, por e thirrur nga Partia Demokratike, mund të ishte një protestë tjetër pra në të cilën i gjithë fronti opozitar të rikthej dhe njëri tjetër në bulevard, megjithëse nga pikpamja organizative 10 dhe 20 shkurt janë shumë afër me njëra tjetrën, sepse që të keshin prezencë të kënaqshme barra e numrave do t'i binte përsëri Partisë Demokratike. Gjithsesi, të gjitha këto janë pikpyetje që ndoshta për protesta e sotme mund t'i japi një lloj përgjigje ose mund të na tregojë që minimalisht po ecim në drejtimin e dur gjithmonë në këtë dilemën apo unifikohet fronti opozitar. Po sa i përket Kolonës Zanore që ka filluar të ndjek zoti Berisha në tubimet e tij, rrota e fatit, duke sigurisht të luftojë me fatin e tij. Janë këto audiot gjithmonë epike në vetvete që t'japin të ndjesinë që diçka e madhe po ndodh. Por nuk është se nuk ishte frymëzues dhe Lulzim Basha në protestet e tij sa i përket përzgjedhjes audios Kolonës Zanore, kështu që nuk e di nëse mund të rendisim këto këngët që kanë thjesht për synimin përsëritur për dëfrimin e qytetarëve aty në atë moment apo për të nxjerrë për gjallur pak të le të themi sensin dramatik në ekranet televizive për gjithë ata që janë mbledhur dhe po ndjekin zhvillimet që vijnë nga bulevardi të Dëshmorët e Kombit, por nuk besoj se ndryshon një gjë të madhe në fakt. Sigurisht që edhe pamja që transmetohen drejt dukshëm, tregohet që nuk është e njëjta protestë që ndodhi 24 janar dhe për të vijuar kjo që përmendëm pak më parë që data 20 shkurt mund të jeni protestë më madhe kombëtare. 20 shkurt i përkon edhe me ditë të premte, çka mund të mobilizonte edhe më shumë strukturat e Partisë Demokratike në rrethe për të sjellë më shumë mbështetës. Dhe hipotetikisht, nëse do kishte bashkim me opozitën, do përcitej edhe mesazhin, tashmë jemi të unifikuar kundër zotit Rama, por ajo që më bën më shumë përshtypje, pse nuk arrin forcat opozitare, duke përjashtuar dy partitë që vetë përjashtuan, të gjejnë një urë të përbashkët komunikimi, sado që misionin kanë të njëjtë. Ka përshtypjen që qartësisht është prezenca e zotit Berisha që për shumë të forca opozitare parlamentare, zoti Berisha edhe Partia Demokratike, po atë veçanërisht, pra Berishën veçanërisht e shohin si të barabartë në problematikën që ka shoqëria jonë, të barabartë me Edi Ramën. Është gjithmonë për ta dyshja Rama-Berisha, ka qenë Rama-Basha, më pas u bë Rama-Berisha. Pra e shohin si pjesë të problemit, që të ulen, janë parti të krijuara me këtë narrativ dhe që kanë arritur të marrin mandate parlamentare bazuar pikërisht në këtë narrativ. Dhe që të arrin tani të ulen me Sali Berishën pjesë të problematikës dhe të bëhen palë, të bëjnë koalicion, e shikojnë si problem për ta. Rreziku gjithmonë për forcat e reja është të humbin identitetin, sepse një logo e madhe si PD dhe një emër i madh si Sali Berisha është shumë e lehtë që t'i lys, t'i lërë në hije këto subjektet e reja apo lider të këtyre subjekteve të reja. Prandaj Adriatik Lapaj kishte propozuar që të paktën në kryes të ulen numrat 2, të mbeten siglat, por mos jenë kryetarët. Kush ka direkt një problematik me Sali Berishën, i cili është pavarur dhe non grata nga dy prej partnerëve kryesor, le të themi të Shqipërisë, SBA dhe Qeveria e Bashkuar, le të themi ta ketë më të lehtë ta tejkalojë këtë moment dhe të bëhet pjesë e një tryeze për të nisur një lloj bashkëpunimi.
Pastaj janë dhe këto dilema që a mund të bashkëpunojë një forcë e majt me një forcë të djathtë, a mund të bashkëpunojë një forcë si Mundësia që ka dalë nga Partia Demokratike, sepse nëse bashkëpunon atëherë ku është nevoja që të ekzistojë si subjekt më vete. Unë kam përshtypjen që historia politike në tërësi i ka dhënë shembuj që në momente të caktuara, subjekte të caktuara e krijojnë të bashkëpunimin bazuar në disa piketa konkrete, një program pune krijohet dhe mbi të krijohet bashkëpunimi politik, mund të marrë emrin e një koalicioni apo çfarë do lloj emri tjetër, pse? Sepse kemi shumë gjëra që na dallojnë, por kemi edhe disa të përbashkëta. Dhe mbi këto të përbashkëta, qëllimi mund të jetë i përbashkët. Qëllimi kryesor është rrëzimi i rotacioni politik. Rotacioni politik, krijimi i qeverie teknike. Nëse ky është një qëllim që i bashkon të gjithë, atëherë le të krijohet një front i përbashkët, le ta rendisin punën për të punuar të gjithë në këtë drejtim. Më pas, kur t'ja arrin të qëllimin, se cili më pas le të garojmë më vete. Mos e qartë, duke se protesta zyrtarisë apo ka filluar, tani po bëhet edhe prezantimi i folësve që përmendën pak më parë dhe përmendën shpreha kilometri fundit. Realisht, Partia Demokratike mund të jetë kilometrin e fundit drejt fitores? Dgjoj, në kilometrin e fundit mund t'jesh, po çështja është me çfarë ritmi po ecën, se mund t'jesh në kilometrin e fundit dhe mund t'jesh në vend numëro, ose po ecën me ritmin e breshkës. Kështu që mund t'jesh edhe 20 kilometra larg fundit, por po ecën me ritëm shumë më të shpejtë dhe te kalon atë që është në kilometrin e fundit. Kilometri i fundit do të jesh një marketim i mirë, një moment, një fjali, një slogan që ngjall shpresë, por në vetvete po ta zbërthesh nuk është se të jep ndonjë garanci. Sigurisht, sa do të pyesja, mos është një gjetje në formë komunikimi që të rrisi dhe më shumë euforinë të mbështetësit të Partisë Demokratike që tashmë jemi shumë afër fitores, na ejani, na u bashkoni, mos keni ndroje, pasi ajo që çfarë ka përndjekur Partinë Demokratike në percepimin publik në vitet e fundit është që nuk do fitoj dot. Nuk fitohet për